çdo ditë përballemi me lodhje, shqetësime, pasiguri që na ngulfasin shpirtin. Këtë botë ku gjithçka duket e errët, terr e zi, ka një rrugë që ndriçon brenda nesh dhe na udhëzon. Është namazi. Le të ndalemi pak e të mendojmë se si kjo dritë në zemër mundet me na dhënë qetësi, drejtim dhe shpresë për çdo ditë. Zoti në Kur'an na tregon për disa njerëz që janë falë po e kanë lënë namazin. Janë ndërzu pas dëshirave e epsheve të veta, Zoti thot se ata e humbën rrugën. Pse? Se e harrun lidhjen me Zotin. Po me njëherë Zoti këtë tregim na jep shpresë se kush pendohet, beson e kthehet me zemër, për ta ka mëshirë, shpërblim të madh. E kjo fjalë është për secilin prej nesh. Kush ndjen që është largu, që zgjen ma qetësi, që ndjen boshllok në shpirt, le ta di. Dera e Zotit kur nuk mbyllet. Namazi është ajo derë. Është ftesë e përditshme nga Zoti me u kthy, me u lidh me Zotin, me gjetë dritën që s'shuhet kurrë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë se namazi është dritë për atë që e ruan, por kush e lën mbetet pa dritë, mbetet pa shpëtim. E kjo dritë nuk është veç për botën tjetër, është dritë për tash, dritë në zemër, dritë në sy, dritë në mendje. Kur e fal namazin, ndihen qetësi. Që pasha Zotin s'ta jep as pasunia, as fama, as argëtimi, as diploma, as doktoratura, as magjistratura, kur gjo, hiq. Është sikur se me u lidh me një burim ujë që të lanë çdo ditë prej stresit, brengave, prej hutisë. Por, kur e lën namazin, ajo dritë shuhet. Zemra fillon me uftof. Njeriu mundet me qesh, mu duk mirë, po brenda ndihen boshllok se shpirti i tij është në terr. E kjo është arsyeja pse shumë njerëz sot, edhe pse i kanë krejt, ama bashkejt, punën, parët, makinën, shok, prapë s'jon të lumtën. Sepse u mungon ajo lidhja me Zotin, ai 5 minutësh që ta kthen shpirtin dhe dritën. Jo bre, feja s'ka ardhur me ta marrë shpirtin jetën, po me ta ndriçu shpirtin dhe jetën. Feja ka ardhur për me të mësu me jetu drejt, me dasht, me fal, me qenë njeri mirë e i drejt. Ama kur e lën namazin, kjo të largon prej dritës. Kur e fal namazin, ti s'po i bën derë Zotit, vetës, po e pastron shpirtin ton, po e mbush zemrën me paqe, po e kthen dritën që të ban me ecë. Prandaj, ti që ke kohë për këtë, për telefon, për rrjetet sociale, për Facebook, për Instagram, për Snapchat, për Twitter, për YouTube, e zgjen 5 minuta për Zotin tënd, zgjohu. Mos e le terrin me të kap. Fale namazin që ta ndriçon rrugën këtë botë e në botën tjetër. Se ditën kur të mbyllen syt,
s'ka me të vlejt as parja, as fama, as diploma, as ajo çka ke mbledh. Atë ditë, vetëm namazi yt ka me t'u bo shok dritë e shpëtim. Prandaj, mos rri në terr, ktheu te Zoti yt, fale namazin.